Gjithë kjo zona Kjo më ka dhënë dorë. Gjithë kjo zona që përmendët juve sot, ka banor, prodhojnë më? Tani, Ose ato që keni prodhuar juve i rikuperojnë? Ne kemi qenë këtu gati 800 banor afërsisht, më duket. Shkolla kishe 196 nxënës. Këto njësitë administrative të zonës, zona këtu, ka më banor, vinë më këtu për të prodhuar vegla? Jo, nuk vinë fare. Tani se zona jonë kanë hikur të tërë. Ja neve këtuni, në 800 banor, kemi ngelu 70 veta. Pas një qunë, shkolla u mbyllë fare, nuk ka shkollë, si vjetë, pati 2 nxënës, bingin 4 mësus. Si e shikoni ju mbylljen e shkollës? Gjë shumë e keqe. Për ne moshën e tretë, ne kemi qenë në sistemin e Enverit. Unë jam datë lindja 50, jam 76 vjeç, edhe maj mend kur e bërë kooperativ. Se kam qenë klasë parë. Jam bërë, aj që s'bësh kooperativ ateri, e bërin kolakër. Edhe do ty një sës bërë. Ai që nuk punon dhe kooperativ, nuk futesh kooperativ, bësh kolak. Bësh kolak. Për gjithë ata që nuk e dinë që do më thënë termi kolak. Kolak temi a ishe mi pasu dhe nuk e dorëzonte tokën, ose baktit nuk e dorëzonte, s'donte. Fillot edhe diktatura. Presa pintim, baba im me gjithë gjagjan, kishin 200 krerë bakti. Na i murën, i shtullu me një stall, me zorë dhe të rifte dhe polici pasaj. Vinte polici, ta merte baktin ose mallin që kishe? Ta mirte. Edhe atë vit mori herë pylli. 1000 cakrerë pas stalla ngordë baktit tëra. Pse? Sistemi kooperativ. Bashkimi tufëzim, bashkimi i tufave. Nuk dini si ti menaxhoni, si ti mirëmbani dhe ngordë. Pa gjë, që maj mendo pasaj, tuke 63-shi, u bokeq, hamin bukën me racion, buk misri, na 400 gram për frym, tipte ateri. Në 70-ta, dhe në 72-shin ka qenë buka me racion, 600 gram. Ajo ko e Enverit. Pasaj u hoqë. Pas perceptimit tuaj, parë se të bësh kooperativa, kanë qenë më mirë njerëzit. Më mirë njerëzit. Kishin, prodhonin, hanin, ushqeshin. Mori sistemin e Stalinit në Bashkimi Sovjetik edhe e përdori këtu. Pasaj u hap luft e klasave të shumë. Unë për shembull ka marru 4 klasë dhe nuk më lejosh të vazhdoja 7 vjeçare dhe kishim shumë larg. Ne jemi bërë 5 veta dhe shkomi që këtu 3 orë në Tunj. Në Tunj ka pasur shkollë? Ka pasur shkollë. Kjo është sa larg është nga Gramshi Tunja? Paka shumë? 16 km. 16 km. Pra është më larg se sa Lubinja. Jemi neve. Edhe kjo histori ka qenë që maj mend unë të tërë këtë. Si e kujton kohën kur është hapur shkolla këtu? Pasaj u hap shkolla që një gjë e madhe. Unë e kam marru 7 vjeçaren në Sult. Mu dha e drejta të mësonja, mi po një xhaxha im kishe qenë 3 muaj me ballin, edhe ndjeksh pse ke qenë me ballin, edhe nuk më lanë të vija në shkollë. Pasaj i hyra zanatit vetë si erdha në ushtria, i hyra këtij zanatit. Nuk më lejon, vetë, me forcat e mia. Po hapjen e shkollës si e kujton këtu në fshat? Hapja e shkollës ishte shumë gjë e madhe, 7 vjeçare ku bë 7 vjeçare. Sa moshë keni qenë kur është hap shkolla? Unë kam qenë 7 vjeçare. Moshën 18 vjeç i ka ushtar. Unë kam qenë në moshën 16 vjeç. Kur hapë shkolla këtu, 7 vjeçare. Sa fëmijë ishin atë vit që u hap shkolla? Po, ishin goxha, 100 ca ishin, më tepër. Pra, ishin mbi 100 fëmijë në momentin që është hapur si shkollë. Shkolla e parë atëri, mbi 100. Dhe sot jemi para faktit që ajo shkollë nuk funksionon. Ajo shkollë nuk funksionon. Dhe këtu thua që
fshatit po vjen fundi apo ja? Fundi. Krejtësisht fundi. Më keq se në atë sistem ku kam qenë unë i vogël. Pra ju keni jetuar para kooperativën, demokracinë. Demokraci. Cili sistem është më i mirë? Sistemi më i mirë o tani, po të rinin fëmit këtu të punonin, ose të investon të shteti, si që investon në qytet, të investon edhe në fshatë, si që ka bota, që bugjet në shtetit e ndanë për frymë, edhe investon si në qytet dhe në fshatë. Këtu është maskallik. Në ajo hikin të rinjtë, marin. S'ka rrugë, nuk ka ujë, nuk ka si. Vujnë të punoj gjithë këto ullishtat. Me Saliu i dha një shtytje atë në 2005 për ullishtën. Shkule marën, thaj, dhe vere ullirit, atje dhe ashtu bon të torquna, të këthyn nga Greqia, nga Italia. Pasaj erdi kjo ko, hikën prapë. So u gynjën. Dhe vazhdojnë ikin. Dhe vazhdojnë ikin, s'ka. Të torë dyshe, njëshe, s'ka, gjamëgji, shkretir. Gjithë këj fshat, i shtjel 4 metra larkë shpit në njëri tjeti. Se atë i kisha vit verdë, në konen verit, pasaj në 75, a këshu. Qështë 70-ën, ishe planifikim. Nuk të lidaj më shumë se 4 metra larkë njëri tjetit. Si do mos e mezi fshatit, të ke kemi në shpijat. A zjeni këtu në fshat tani që rinia ka ikur, pse hyret e këto ka ime, pse më shtyt e gardhin, pse më prishe gardhin? Po të zien më shumë vlla me vlla, ata tafret këshuni, zien për gjora këshu, për jo, nuk zien. Një demonstrim se si temperohet një spat për të prerë sa më shumë dru. Unë jam marrë vetëm hekur punus saldator. Pra ti e merë hekurin dhe jep formën që do. Po, që të balesat e makinave. Si temperohet një balestër makine? Që rria që fort mban një kamion të tërë. Ti e prodhon një balestër makine do të? Atëherë në kohën e kooperativës, po i me jo, se nuk kam asi. Atje kisha furrën e madhe në qendet të kooperativës. Atje i riparonim se nuk ishe balesat këtyra dhe i kthemi me anë njëra tjetrës atje, kur i mërthemi me shoferin, e mirin fijen 6 metrë të gjatë balesë dhe e prisim sa do. E blini do më thënë diku. Blimim në qa i thoshin asaj magazinës qëndrohet të asaj të bujqësisë. Jo, këtu në gramës. Ajo qa është, qëmyrë e bën ata? Me qëmyrë? Ky o qëmyrë shqope. Qëmyrë druri? Druri, pesh shqope. Ka në gjë që është për i shqope, apo ajo të është Ky pesh shqope është jep temperaturë më të lartë për hekurin, e nxehtë shumë e zbut hekurin, sidomos balesën, ja. Ke në i fil balestre këtu? Ja të ko balesë, kjo këtu. Kjo ka qenë për makinë. Nga ajo tani ti, përveç se ka funksionet balestrës, qa nxjerë nën produkt? Qa nën produktin nxjerë për balestrës? Tani e përdorin për spata, për kazma, po i me nuk punojmë ma. Nuk punojmë. Ose ja, të nxjerë një spat që ka prodhur vetë, po dale ku ta gjej se la. Kjo spata ime, dore ime. E ke prodhuar për balesë? Po, për balesë, ja. Me dorën time.